Shteti ka qenë në duar e Dimal Bashës. Po nuk e ka, tash vetëm dy funksione janë zyrtare në Republikën e Kosovës, presidentja dhe kryeparlamentari që janë të zgjedhur, domethënë mas përfundimit të tyre zgjedhjeve, presidentja më herët, po janë pozita tamam zyrtare, ashtu siç janë përcaktuara me kushtetutë, kështu që na presidentën e Republikës, e cila është edhe komandante supreme e forcave, domethënë ka pas shumë vizite dhe besoj që kur na e dim me ka saktësi, domethënë prej këtij niveli dhe prej këtyre mundësive tona, se si kanë lviz, ku kanë qëndruar, sa ka numri tyne, prej kujt janë ngrit ata dranë. Unë mendoj që presidentja ka qenë shumë e detajuar për arsye se te presidenti e shtetit raporton edhe Agencioni i Inteligjencës edhe Policia e Kosovës dhe gjithë organet e sigurisë dhe asnjëherë domethënë kjo çështje o mojt në shefto, po nuk ka pas aftësi apo e ka një veten të dobë se si do ta monitoroj këtë situatë. Domethënë ky ka qenë shqetësim i unë, kështu që unë postimin e kam bë edhe pse kam qenë shumë më herët i njoftuar të mendoj që organet tona shtetërore janë duke punuar në këtë drejtim në demaskimin e saj, po kur dulen zyrtarisht institucionet dhe thanë dyshohet se dje një drën ka asi, unë kështë i obliguar domethënë me dhonë njërë të përpikt se prej kurit kanë shku, ka kanë lviz, ku kanë nejt, edhe nuk është dyshim, po është e saktë ashtu, edhe ky është i fundit domethënë ky drën që varë sa aty ka pas në vazhdimsi. Për këtë çështje mund me i pyet edhe banorët për rreth fshatrave sa kanë qenë të shqetësuar me lvizjen e drënve edhe çështjen e këtij problemi. Veti është që nëse KFOR-i ka përgjegjësi për kontrollin e hapësirës ajrore, tani nuk e pengon me atë që ju thatë pak më lart, nuk e pengon forcën e Kosovës, gjë që këta dron t'i rrëzoj. Unë mendoj ashtu edhe pse nuk e di krejt situatën e kapaciteteve të forcës, por Forca e Sigurisë Kosovës nuk besoj që posedon pajisje për uljet aty në drënve. Për rrëzimin e tyre besoj që po ka kapacitete të mjeteve mirë, po misioni i Forcës e Sigurisë është i kufizuar. Domethënë edhe gjithçka që bëhet në veprime taktike operative, domethënë që e çojnë në nivelin e sistemit luftarak, domethënë duhet ta ketë miratimin e KFOR-it këtu në Republikën e Kosovës, edhe është e kufizuar për atë arsye, domethënë unë ma shumë për mua shqetësuese fakti i organeve shtetit të cilët e kanë edhe obligim kushtetues që kur shkelet territori dhe rrezikohet kushtetueshmëria apo institucionet vetale, domethënë presidenti i shtetit apo presidentja në këtë rast e ka obligim kushtetues ta mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe ta trajtoj problemin, dhe kjo jo që nuk është bë, po na ende nuk e kemi, edhe mas deklaratës së komisarit të policisë së Kosovës dhe ministrit të brendshëm, ende nuk e kemi një deklaratë nga presidenti i shtetit. Kjo është më shqetësuese. Po flas për mua si qytetar, apo qoftë edhe sekretari i organizatës veteranëve në LLA, por në kryesisht merrem me pjesën e LLAP-it, monitorimin, kontaktet, po edhe kontributin tim qoftë organizatës luftare apo timin personal në ruajtjen edhe tash edhe të çështjes së paqes edhe sigurisë mbrana komunës tonë. Këtë obligim e kanë të gjithë kryetarët e organizatave na përdek ku na i kem, po na jem njerëz të cilët mund të asistojmë në çdo gjë që ka lyp shteti jon, por nuk kem kompetencë që t'i kryejmë obligimet e të tjerëve për të cilët paguhen dhe i kanë kompetencat për më marrë me këtë çështje. Edhe diçka të fundit kam 2 vjet pas Banjskës, edhe me incidentet e fundit që ju përmendet, kjo tregon që gatishmëria nga ana e Serbisë për incidente me ushtrin kufi është në çdo kohë. Ato gatishmëri, unë mendoj që duke njoft popullin serb dhe udhëheqësit e tyre, jo tani po prej që na jemi këtu, nuk do të përfundojnë, po unë mendoj që qysh ata nuk mund përfundojnë, ne duhet jemi të përgatit çdo herë dhe të mos rrim fjetur, domethënë dhe të lirohemi se na to ashtu, na i kuptojmë